Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që zgjodhët të jeni me ne në platformën Empire Voice of Women, që është mundësuar nga organizata Intercultural Network. Sot jemi mbledhur këtu në Londër dhe për fat mirë kemi diell, kështu që besoj jemi të gëzuara edhe të qeshura dhe po nisim një iniciativë të re. Besoj që do të jetë edhe suksesshme dhe rrugtimi i saj do jetë i gjatë, që synon të fuqizojë, mbështesë dhe t'ju jap zë femrave në diasporë, po jo vetëm gjithmonë ku ato ndodhen, se jo edhe nga Shqipëria dhe vende të tjera. Siç thashë më parë, kjo iniciativë është organizuar nga Intercultural Network, që është një organizatë gjithëpërfshirëse që synon të krijojë urrëlidhje ndërmjet gjithë kulturave. Është e rëndësishme të nënvizojmë që nuk është një organizatë vetëm shqiptare, por gjithashtu e rëndësishme është që bordi ka shumë membër shqiptar, shumë të kualifikuar dhe me dëshirën për të dhënë kontributin e vet për sa i përket komunitetit shqiptar, po jo vetëm, qoftë edhe komuniteteve të ndryshme. Qëllimi i organizatës ishte, siç thash, të lidhja e kulturave dhe mbështetja e komuniteteve në forma nga më të ndryshme. Prisia që kemi sjellë si organizatë është forma e të jemi viral, me anë qoftë edhe një podcasti që kemi krijuar, Open Podium Podcast, që synojmë të promovojmë rini, njerëzit që punojnë fort dhe nuk ndjejnë zëri, jo vetëm, por edhe figurën e gruas, dhe të përcjellin dhe ta mbështesin sa më mirë që të ketë zë në komunitet. Dhe një ndër këto iniciativat është dhe kjo. Ndërkohë që kjo lind vetëm për qëllimin për të respektuar, mbështetur dhe dhënë zë gruas në sfidat, në jetën e përditshme, dhe urojmë që shumë nga gratë që do na dëgjojnë do gjejnë veten te ne, dhe shumë të tjera që do të vinë në vazhdim në episodet e tjera. Open Podium është një platformë tjetër që interviston persona të ndryshëm për t'i promovuar dhe për të shpërndarë informacion. Dhe kjo ishte ideja që nëse ne do t'japim një grup të vogël informacioni për sa i përket qoftë profesionale, por qoftë dhe për jetën e përditshme, në platformën online zëri jon do të shpërndahet kudo dhe do të ndihmojë shumë më tepër njerëz. Ky është një mision që ka nisur. Kemi shumë gjëra të tjera për të bërë në rrugtimin tonë. Dhe ju falenderoj sot juve që jeni këtu, një panel shumë i mrekullueshëm. Unë jam shumë e gëzuar që ju pranuat ftesën tonë sot. Ardhem po filloj me kënaqësinë se kemi shumë vajza dhe gra dhe nëna të mrekullueshme, edhe do besoj se edhe publiku është interesuar që t'ju njoh. Mirë se erdhe Arda. Arda është bashkë me mua në këtë rrugtim si gjithë vajzat e tjera. Do të dëshiroja të filloj të prezantoje pak veten. Arda, faleminderit shumë për ftesën. Shpresoj që të bëj më të mirën time për të ndihmuar vajzat, nënat dhe komunitetin. Në Angli dhe pse jo dhe në Shqipëri. Unë jam Alda Çapja, jam themilosja e klinikave Senën Centri në Londër, me suportojmë fëmijët me autizëm, nga diagnostikimi deri në momentin e ndërhyrjes terapeutike. Përpara se të isha dhe më të themeluesja e klinikave, kam qenë mësuese në drejtoresh në shkollat angleze dhe jam shumë e dedikuar ndaj edukimit, ndaj zhvillimit të fëmijëve, dhe jo vetëm bashkë. Faleminderit të tjerë. Faleminderit. Mirë se erdhe Mirjeta. Kënaqësi kemi ty sot këtu. Mund ta bësh një prezantim shpejt. Unë kam prezantuar një herë veten tek bashkë, por më pëlqen shumë kjo iniciativë. I përkon shumë edhe punës që unë bëj. Dhe duke qenë se jam shumë angazhuar në komunitet, domos me grupet vulnerable. Dhe fokusohem më tepërmi tek puna me gratë dhe të rinjt, si dhe fëmijët, edhe pak më ka bërë fëmijët. Dhe jam shumë e lumtur që më zgjodhe, sepse është me vërtet diçka që na lidh të gjithë. Dhe mendoj lidhemi në nivele të ndryshme, për sa i përket gruas, lidhemi në nivele profesionale, lidhemi në nivele personale,
lidhemi dhe në nivelet të qenurit feme. Kështu që jam shumë të qenë. Faleminderit për shtetë. Faleminderit që më rriti për ftesën. Jam shumë e lumtur të qenurit këtu për mua realisht të thotë shumë. Unë sapo jam vendosur në UK, edhe më vjen mirë që mund të përfaqësojmë baste të gjitha ato gra që sapo kanë ardhur dhe po rindërtojnë veten me sfidave, pasiguriva, por realisht është një zë për ta, domethënë të sjell baste shumë pyetje që ata mund të kenë për ju. Keni këtu edhe unë personalisht aktualisht punoj në Health and Social Care dhe në Training Education, dhe ndihmoj shumë biznese, konsulentë, do të jap konsulentë për biznese të ndryshme këtu në UK. Përpiqem realisht të ndihmoj absolutisht çdo grua që ka nevojë, domethënë që integrohet. Unë personalisht kam pasur njerëz që më kanë dhënë dorën dhe përpiqem të jem një dorë për çdo njeri tjetër që është pranë. Dhe realisht kjo platformë mendoj që do jap një kontribut shumë të madh për gjithë ato gra që duan të përpara dhe të rindërtojnë veten me sfidave të eksperiences. Po, për ti e jep këtë kontribut edhe përmjet se e pjesë të organizatës. Si pjesë marrësit e tjera. Kalim rinis. Faleminderit. Ndjej një kënaqësi shumë të madhe që jam këtu në mesin tuaj sot, pavarësisht faktit që mund të jem ndoshta më e vogla në moshë, por gjithashtu kam edhe shumë pak kohë që jam zhvendosur në Londër në muajin shtator, kështu që shumë faleminderit që më keni bërë pjesë të komunitetit tuaj këtu. Unë në fakt jam Ledona Lame, vi nga Shqipëria, kam një eksperiencë pune për më shumë se 9 vitesh në pjesën e industrisë të teknologjisë të informacionit, dhe gjithashtu 3 vitet e fundit kam punuar si lektore në Universitetin në Shqipëri, dhe aktualisht duke qenë se kam fituar dhe bursën Chevening dhe jam duke studiuar për inteligjencë artificiale në Universitetin Queen Mary në Londër. Përveç kësaj, më pëlqen shumë që të mbështes femrat, gjithashtu edhe të përcoj njohuritë e duhura të këto, dhe të ndihmoj në sipërmarrjet e tyre, duke qenë se kam qenë pjesë e aktiviteteve të ndryshme të sipërmarrjes. Kështu që shumë faleminderit që më bët pjesë të komunitetit tuaj dhe të këtij aktiviteti. Patjetër, bashkëbisedimi do ta quaj ajo. Kemi një sipërmarrje nga Shqipëria edhe ka Londrën. Po, patjetër, Shqipëria bashkë. Dhe me si shumë të veçantë, kemi një të ftuar shumë speciale sot. Na vjen nga Shqipëria enkas për këtë emision. Është doktoresha e nderuar Brunilda Lashi. Brunilda, dëshiroj të prezantosh edhe ti sa do pak veten, është shumë e vështirë me kurrikullin që keni ju, prezantohesh në pak minuta, po të lutem paktën kështu, do të më japin sa më për shkurt një prezantim të thjeshtë. Shumë faleminderit. Lutem. Për Mirë pjesën se erdhe. Është një kënaqësi e madhe që të marr pjesë në këtë bashkëbisedim, në këtë platformë. Për mua ka shumë rëndësi sepse forca e grave në shoqëri është forca e madhe që bën të ecë përpara. Unë jam doktoresh Brunilda Stenkollu. Jam profesoresh, lektore në universitet, dekane në një nga universitetet në Shqipëri në Fakultetin e Teknologjisë. Jam vazhdimisht në kontakt me studentët, po edhe me pacientët në klinikën time në Shqipëri. Dhe çështja që të ecim përpara grave, të jetë një ndihmë në forcën për të shtuar forcën e grave në shoqëri. Falenderoj shumë që jam sot në podcast. Inta Dent Albania. Klinika ka shumë në Shqipëri, Ne po jemi shumë në vitin 2009 në Shqipëri dhe jemi goxha aktiv si në medical tourism, tani jemi edhe në të bërshirë në një panelirë në medical tourism që përmetohet në Londër. Dhe fakti që korrespondoj edhe podcasti edhe panelirë në fitën kohë ishte një gjë shumë e këndshme. Ne filluam këtë iniciativë dhe bashkëbisedim, unë kisha një pyetje shumë të vogël. Çfarë ju ka bërë të lumtur këto 2-3 ditët e fundit? Një episod shumë të lumtur. Halë, për shembull, të filluar. Personalisht unë punoj në sinopsisën dhe kur një fëmijë fillon edhe flet për herë të parë, fjalën e parë për mua është një gjë e madhe. Për gjithë ne besoj. Mos për prindrit edhe terapi. Ku ndodhi kjo ndonjë Dje faktikisht. Ishte një fëmijë që ka qenë terapi për disa muaj dhe ka thënë herën e parë dhe më thënë mama,
Dhe ne të egzaltuar, domethënë të gjithë, domethënë ne thoshim mësoj edhe një herë, Do kishim gjithsesi. Besoj se kjo edhe në shtëpi për gjë tjetër vetëm ke folur për këtë. Absolutisht. Bravo në suksesi, Po për ju doktoresha që na erdhët nga Shqipëria, çfarë rrisina sjellni? Mua në fakt do të thënë është po ajo që na lidh shumë me profesionin, ajo dëshira që ne jemi shumë të suksesshëm në profesion, në çdo gjë që bëjmë, në çdo gjë që prekim. Ishte buzëqeshja e një pacienti. Sepse u vendos, do thonë, i krijuar një buzëqeshje tjetër dhe për buzëqeshjen të shëndetshëm, do thonë ajo buzëqeshja e bukur estetike, e shëndetshme, funksionale, sjell në dërtej shumë kënaqësi. Të kënaqësia më e madhe pastaj janë edhe fëmijët dhe çdo gjë që ne prekim dhe mundojmë që ta bëjmë më bukur dhe kur realizohet është kënaqësi. Ne duhet do të thënë has në ato momentet e lumtura sepse punojmë fort për ato momente. Ndoshta edhe nga profesioni që është profesion human, ti je mjek, që është edhe profesioni juaj. Ndoshta të gjitha profesionet janë humane. Nëna është profesioni nënës. Po, profesioni nënës është i rëndësishëm. Profesionet e tjera janë, po nëna është për mendimin tim profesioni më kryesor. Është super e sipërmarrësja mund të Unë në fakt duke qenë se I kam lënë pak në jasë sipërmarrjes të fundit, duke qenë se jam fokusuar te studimet, do përmend diçka nga përditshmëria ime ndoshta dhe isha duke pritur një rezultat të një lëndë që mbylla semestrin e parë. Që rezultati ishte shumë I mirë dhe shumë pozitiv për mua dhe më bëri shumë qejf për këtë. Përtej kësaj do ishte edhe fakti që jam këtu me ju sot dhe mendoj për të përgatitur për këtë aktivitet, duke qenë se siç e thashë më parë që pa kohë që kam marrë, kështu që e vlerësoj shumë që të njihem edhe me shqiptarë të tjera dhe të bëjmë pjesë. Kemi dy lule këtu në këtë panel dhe filloj me lulën e dytë. Për mua këtë javë realisht në momentin më I bukur ka qenë kur kam vajtur në zyrë dhe kam gjetur një kartolinë. Ishte një gjë për kalendarin. Ishte kalendarues. Ishte një gjë shumë e vogël që unë kisha bërë për diçka, për dikë, dhe për mua domethënë realisht ishte një gjë aq e vogël, sa më dukej aq e parandisishme dhe nuk e prisja domethënë që diçka kaq e vogël kishte pasur një impakt aq të madh për personin, sa që kishte vlerësuar aq shumë, sa kishte menduar që të sjellë atë një kartolinë kalendarues. Ka njëherë më është shumë pak, qoftë edhe një buzëqeshje, sigurisht qoftë edhe gjëra të vogla. Kanë kjo që vjen që një bën njëri tjetrin qoftë edhe me mësuesja, kanuesja. Çfarë të ka gëzuar sot? Shumë herë lidhem shumë në fakt të drejtë, sepse mos po merr ato qeshje të sa të kënaqësisë të personit, në një farë mënyrë të merr pjesën e kënaqësisë, por edhe mirënjohja. Pjesë një virtyt shumë e veçantë. Mendoj që të gjithë ne kemi nevojë të ndihemi, të vlerësuar dhe ajo buzëqeshja e individit, qoftë e klientit, qoftë lumturia jote familjar, është çështje unë vlerësoj shumë. Një moment. Momenti im për këtë javë është I lidhur me dy momente fakt. Është momenti I parë para 2 ditësh, marr fjalën vjen nuk kanë dalë në shkollë në science në testin e shkencave që ka pasur. Më lidh shumë edhe me pjesën time. Patjetër është kënaqësia natës, po. Dhe një moment I dytë ka qenë kemi marrë një ftesë realizuar në një ndër projektet për të bërë një prezantim të kaluar dhe shpresoj të lidhet saktë edhe me temën. Është një projekt për gratë, shumë lëvizje, kurime dhe lëvizje. Si, prap, unë dua t'ju nxjerr më të mirë në panelit tim, edhe desha të di si përkufizoni veten me 3 fjalë. Me qenë se unë isha e fundit nga gjithë paraforcët të tjera rezi, çfarë ka bërë të lumturia për mua sot ishte të jem këtu me ju dhe u bë mundur kjo iniciativë. Dhe me të vërtetë jam shumë e gëzuar, sepse si kam vajza rreth meje që janë të mrekullueshme në çdo drejtim. Dhe pikë dyti arritëm ta bëjmë të mundur këtë iniciativë me mbështetjen e të gjithave, sepse asgjë nuk bëhet vetëm. Dhe tani unë mund t'ju pyes të gjithave juve dhe ju gjithsecila mund të më shpjegoj, mund të na përkufizoj veten me
dhe fjalë shkurt të saktë. Kështu që edhe publiku i njeh që tonë me kë kemi të bëjmë ne, pse duhet t'i ngjojmë me këto, çfarë na sjellin tek ne këto, sjellin në erësi, çfarë vajzash janë këto. Ne kemi qejf. Unë tani sun patjetër bukuroshe. Unë do thoya për veten që jam tepër ambicioze, që jam shumë e vendosur në gjërat që dua të arrij. Jam edhe njeri shumë empatik. Në fund të fundit duhet jemi njerëz. Atë që empatia është një zgjuar, empatia e lartë është zbuluar nga shkenca, që është e njerëzve, domethënë e kanë të gjithë, po kush e ka shumë të zhvilluar, do të thotë që edhe QI e ka shumë të zhvilluar. Doktoresha, unë do ta përkufizoj vetëm me vizionare. Më lidh shumë në universitet apo në profesionin tim. E pa lodhur, punoj shumë. Në çdo moment punoj ndoshta në mënyra të ndryshme, në faza të ndryshme të jetës, të jetës, por jam shumë e pa lodhur dhe njerëzore, humane, ndoshta nga profesioni, edhe mësuesia, do të fakti që jam në universitet, po edhe në klinikë, dhe pjesa humane më lidh gjithmonë të bërë diçka. Jam shumë zemërgjër. Duroj shumë gjëra, domethënë gjatë gjithë kohës dua të ofroj diçka më tepër njerëzve që ndërtojnë me kushte. Ndjej që duhet bëj diçka më tepër për ata persona. Mendoj që jam një lider e mirë, domethënë e menaxhoj shumë mirë kohën time, projekte të tjera edhe stafin tim, por edhe një person domethënë që kam shumë dëshirë të shtyj të tjerët që të arrijnë data, të arrijnë domethënë sa më lart, bëj më të mirë me vetë. Besoj se kjo domethënë për mbledh të disa gjëra, vetëm këtë. Po tani vajzat i morën të gjitha fjalën. Unë mendoj se nuk jemi në gjashtë, po jemi edhe shumë të shumë karakteristika. Dhe për sa i përket profesionit, besoj që një gjëra që më shkru përpara, përpos gjërave tjera që më lidha gjithashtu me vajzat e tjera, është këmbgulja. Këmbgulja sepse gjatë jetës time dhe gjatë pengesave ose sfidave që secili ka kaluar, mendoj që një ndër gjërat që më bën që të ecë para dhe më shtyj në shtypin fakti që edhe kur unë kam ato sfidat që më kanë parë që më bëjnë shumë të para dhe që mundoj me fokusoj fort që të kaloj ato. Në thelb të gjithçkaja është dashuria. Dashuria për punën, dashuria për pasionin. Dhe duke qenë se puna ime është shumë, nga edukimit, mësimit dhe të dhënies së dijes, në nivele të ndryshme dhe fillon vetëm në po ishim thjesht për vetën si e përfaqëson. Sigurisht. Kështu që mendoj që të bërit gjërave me shumë dashuri. Anita, unë do thoya empatia për njerëzit që na rrethojnë, përgjithsisht janë persona shumë këmbgulës, jam e përkushtuar, dhe përpiqem realisht domethënë që të marr më të mirën nga çdo lloj situate që vjen në jetë, çdo lloj sfida, nuk jam përpiqem të thënë realisht që mos çfarëdo lloj gjëje që të ndodh, mendoj që është një mësim, ti mëson vazhdon të ecësh përpara, nuk do të thotë që të kesh aty dhe përpiqem realisht të motivoj çdo njeri që është pranë meje, që shikoj që realisht ndodhet në vështirësi për gjetur veten. Prandaj mendoj domethënë që empatia është nga karakteristikat e mia që gjithmonë më ka shërbyer për tekë përpara dhe për parë domethënë më të mirën dhe për parë domethënë empati, pozitivitet dhe treta përkushtim. Shumë. Rriti do të thoshte edhe shumë punëtore. Po, atë mund ta konfirmoj se Anita punon shumë. Besojmë edhe ke organizata jote. Më shumë. Se kemi nevojë për prezentën e të po qeshëm. Zakonisht në punë, kushdo shkon, kemi edhe shprehjen e asnjëri nuk shkon me qejf në punë. Po gjithsesi. Mendoj që varet nga situata. Po. Prandaj them çfarë ju bën të shkoni me dëshirë dhe të qeshni për diçka në punë. Ta shijoni punën që bëni. Unë adoroj punën. Disa në Londër janë shumë të larta, domethënë nga vendi i punës se ne mund të vendosim të jetojmë. Dhe për 12 vjet kam udhëtuar nga Wimbledoni në
Dhe bashkëtorti thoshte nuk mund të gjesh një punë afër shtëpisë. Se bëja 4 herë, në 4 orë rrugën ditë. E se unë adhuroj shkollën time, adhuroj nxënësit, adhuroj kolegët, adhuroj çfarë bëj, çfarë arrit çdo ditë. Madje adhuroj dhe faktin që i njoh dhe motrat vëzhgë gjithë të mësonat e vinte të tjera dhe i përshëndesja. Kështu që mjafton një buzëqeshje e fëmijëve dhe je në rregull. Nëse mësues domethënë duhet të ishin ne që kishim atë pozicion e parë, se ndryshoshin ditën një fëmijë. Para se ka pasur ditën mbrëmjen. Për mua domethënë puna është thjesht jetosh, thjesht gjallë. Jo vetëm të ekzistosh ti kush në punë për një rrok, por thjesht domethënë prezente. Me gjithë të ide. Buzëqeshja është pjesë e imploziimit. Është mota. Është mota e supermarsa apo si themeluese e talentit, nuk e kam menduar asnjëherë që të jetë vetëm pjesë e klinikës, do të jem vetëm në klinikë, kam menduar gjithmonë në perfeksion. Dhe për këtë, kur pasi bëra doktoraturën në Stamboll, bëra specializim doktoraturë, ktheva dhe thash po tani unë do mbyllem në klinikë, nuk e mendova dot ashtu, domethënë duhet që bëhet perfekte kjo gjë. Dhe përderisa i kisha atë favorin për të qenë edhe në pjesën akademike, dhe vazhdova dhe unë gjithmonë e lidh universitetin me klinikën. Të bëjmë më të mirën. Domethënë duhet që të qëndrojmë gjithmonë, e kemi ndoshta ne atë forcën gratë, që qëndrojmë gjithmonë updated, agjonuara në pjesën akademike, dhe këtë ta kaloj tek pjesa praktike që është klinika. Dhe jam shumë e sigurt që edhe këtu, domethënë ju në profesionet tuaja, në mësuesi, nuk mund të qëndrohet vetëm me njohuritë që janë para shumë vitesh. Dhe është ajo kënaqësia në fakt që ne shkojmë me shef në punë, sepse marrim, agjonohemi, e plotësojmë veten si teorikisht, ashtu edhe praktikisht, dhe kjo sjell kënaqësi. Asnjë ditë nuk kam shkuar, domethënë në punë, ora e punës, gjithmonë me shef. Kam lënë kohë vetes. E mëngjesi, domethënë kafja e mëngjesit është pasioni që kam për punën, por edhe i lek pak kohë vetes që të përgatitem. Unë e gjej vetë, ne veprunën një kemi faktisesti, dhe e gjej vetë shumë atë që thotë puna për sa i përket vetes. Dhe unë bëj disa gjëra dhe më jep buzëqeshje në fakti që unë pari jam në fushat ndryshme dhe marr informacione nga ana të si nga ana shkencore, ku bëja punë përkëtimore, studimi diçkaje ose rezultati diçkaje, por gëzimi më të madh në këtë moment e kam se po krijon një diçka për të mbështetur njerëzit. Kjo është gjë shumë e bukur për mua. Unë nuk jam shumë për anën ekonomike dhe financiare dhe preferoj gjërat të bëhen në mënyrë të shtirshëm dhe të arrijmë qëllimin për në mbështetjen e vërtetë, jo thjesht që ne po e bëjmë sepse kemi përfitim. Dhe një është ka gjëra që më bën të buzëqesh që ne e kemi filluar si pjesë iniciativë, pa mbështetje financiare, dhe sot vajzat sot janë pas një mbështetje me kënaqësi për të përcjellë zërin e grave në komunitet. Dhe Lediona, çfarë të mbështetesh për në punën tënde, që po studion tani? Që po studioj, normal që është pjesa që teknologjia dhe inteligjenca artificiale tashmë bëhet një pjesë e pandashme të gjitha industrive të tjera. Dhe unë kam qenë gjithmonë në atë parimin që duhet mësosh gjithmonë në mënyrë se të marrësh një ujë të fundit, në mënyrë që profili yt të jetë relevant në industri, por gjithashtu edhe në akademi. Dhe duke qenë se 3 vitet e fundit kam qenë pjesë e akademisë, në fakt nuk është se marrëdhëniet me industrinë i kam shkëputur totalisht. Pse ndodh kjo? Sepse patjetër duhet që të kombinosh atë pjesën e praktikës dhe teorisë gjithashtu. Dhe kjo është mendoj edhe më mirë që ne japim studentëve tanë. Përgatisim ata për tregun e punës duke i dhënë njohuri praktike përveç se njohurive teorike. Po është ty të buzëqeshësh. Çfarë ty të buzëqeshësh? Ç'më bën mua të buzëqesh? Mendoj se fakti që kam qenë lektore më ka bërë shumë të buzëqesh sepse atë që unë jam njeri shumë që dua të jap. Giving is the best. So, kam pasur mundësinë që të jap edhe njohurit e mia dhe informacionet që kam, që përcjell edhe brezit e ri patjetër. Anita? Unë nëpërmjet punës time mund të ndikoj pozitivisht në ditën e dikujt tjetër. Dhe për mua është shumë e rëndësishme.
Ajo më thënë pushteshëm. Absolutisht. Është jam, do të thënë që bën më të lumtur në fund të ditës, mund realisht të bësh diçka për diçka. Edhe normalisht edhe për veten tënde. Mendova se bën pushtesh kur marrë një dokument që është 20 faqe, mbarova. Tani jam pushim. Po qeshe. Emën që ti po thjesht gjithë kohës, unë kam quajtur mis pushteshje, kështu që ti shumë gjëra për ta thënë vetëm për pushteshjen. Bën pushteshësh në jetën e Jo, përditshme. mendoj për të qesh shpirti, që të qeshin syt dhe ti buzëqesh. Dhe mendoj që ndërqimi i shpirtit vjen nga shumë nëse unë fokusohem në punë, puna ime gjithashtu dhe për mua, unë kam 11 vjeç që 11 në fakt tashmë, që Alizari e paron, e kemi filluar sikurse ti e ke filluar këtë iniciativë. Hapa shumë të vegjël, pa fonde, dhe her pas here vazhdojmë që të kontribohemi edhe pse pa fonde. Të besojmë te vizioni, besojmë te kauza. Ne kemi për të mbështetur dhe për të lidhur me pjesën tjetër vulnerabël. Dhe komuniteti, dhe puna në komunitet mëson që njerëzit kanë shumë nevoja, por mëson që edhe për ato gjërat e vogla, po pra, përfundimisht, ajo çka mua më bën të qesh është fakti që unë udhëheq organizatën time në vizionin tim duke marrë parasysh vitet në eksperiencë që kam sa i përket punës me grua, me të rinj dhe në fushën e. Kënaqësi edhe sa shoh jemi gjithë të lidhura në mbështetjen e komunitetit dhe kemi dëshirën që ne t'japim gjithë më të mirën për veten tonë dhe sipërmarrëse në vetveten tonë dhe që është shumë domethënëse për ne që jemi femra. Sepse femra Shumë drejtë është të përkushtuar për veten tonë nëse ne ndjehemi të arrira, ne gjithmonë në sas Evropën, kur ndjehemi të arrira mund të japim edhe për personat që kemi rreth e tonë, të japim për janë atyre, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tim do të thotë që ne vetë të arrijmë. Që ti me dhe mirë me veten. Ashtu, do të jemi me veten që pastaj kjo ka ndodhur me shumë emigrantëve, si edhe ne që jemi këtu, kur kemi ardhur, ne nuk i kemi pas dot komentime. Se kishim rrugtimin për të ecur përpara, domethënë për të përballur me sfidat e përditshme apo gabohen. Dhe gjithmonë kemi pasur këtë, do që do ecim përpara. Ndoshta familjet shqiptare ne kanë thënë të fortë që të ecim përpara. Nuk kemi ankuar asnjëherë, se do kam qenë 9 vjet në një vend të huaj që kam studiuar dhe pak a shumë jemi njësoj, domethënë në këto hapat e para dhe unë kam qenë si thua emigrante, studente, dhe është shumë e rëndësishme ajo forca që ne na kanë dhënë familjet tona që të ecim përpara. Dhe nuk kemi parë asnjë vështirësi për të përballuar sfidat, se ekonomia mund mos ketë qenë siç mund të qenë familjet angleze që çon fëmijët e tyre për të studiuar apo në një farë mënyrë kemi qenë më tepër në vështirësi ekonomike, po me arritjet në shkollë apo me mbështetjet e tyre nga familja ashtu të ndonjë. Ja kemi dalë. Ti ke forca është shumë e rëndësishme në vetvete. Po emigrimi jot në fakt ka qenë ndryshe dhe i Ledionës pak ndryshe, por ne flasim për emigrimin që ne kemi filluar në vitet 90. Edhe apo jo vajza. Unë kam Emin, Aldër, që janë që në vite edhe unë vitin 2000, edhe është një emigrim tjetër. Apo jo. Sfida, si kemi përballu ato sfida. Sepse kur vjen me një vizë, është emigrim nga ana emotive, ka sfidat e veta dhe vajzat që kanë ardhur unë do na përcjellin këto lloj sfidash, qoftë edhe emocionale, jo domosdoshmërisht ekonomike. Po ne që jemi shkollë e vjetër këtu, jo për mosh, po për eksperiencë në emigrim, mendoj se ka qenë shumë i fortë. Apo jo? Personalisht kam jetuar në Angli 10 vjet pa një stafë. Si aty portuese. Dhe të zgjohesh çdo mëngjes me atë traumën që çfarë do ndodhi sot, do të deportojmë apo jo, pikë të gjithë fejqin, dhe ndërkohë kërkon që të rritesh. Për të thërësha do më të rritesh, të edukohesh, të emancipohesh. Ka përshkritmin të më thënë të fitësh in në një shoqëri, dhe më thënë që ti ka ardhur në një shoqëri tjetër. Një sfidë shumë e madhe. Dhe ndërkohë nëna ime e thoya që unë dua vetëm të shkoj në universitet. Por duke qenë asaj kërkuese që nuk kishin të drejtën të thënë
çdo gjë që do e paguaj domethënë si student. Që ka qenë 10 herë më tepër se sa paguan ti një student. Por që nëna ime ose mamani im domethënë ka qenë shumë më nxituese, domethënë lexonte jashtë masës, thoshte vazhdo të ndihmoj unë, ndihmoj unë fëmijët. Dhe Ti ke patur mamë. po, E që me faqe. por nuk e ha se ne kishim nga telefoni që vazhdo Jo, isha këtu sepse ngresham gjetur në pesë fëmijë itën jam një bara për dorë në atë bus dhe pastaj kur hapësh dera të busit ja hidja mami të dy fëmijë dhe nuk i kishte shumë fat. Por ka qenë një sfidë në vete, domethënë që pa një status, pa një ndihmë, domethënë pa një ndihmë, kisha ndihmën morale, domethënë dhe financiare, familjes time që më kanë ndihmuar të shkoj në universitet. Por njeriu që ka dëshirë të studiojë, të ecë, të emancipohet dhe të integrohet, domethënë e gjen një mënyrë. Patjetër. Dhe në vitet e sotme që kemi ne domethënë me teknologjinë dhe me informacionin, domethënë edhe me kaq shumë mundësira që ka se shikoni ti jemi se shumë organizata, shumë shoqata, domethënë që ndihmojnë kurse pa fund, është gjuna që mos domethënë kemi sot mos të forcohet. Nëse mund të dilem pak në në fakt, më çove dhe mua pak brava në kohë, dhe sfidat kanë qenë shumë të gjashme, por unë nuk e kam patur. E kam patur për ndërit. Dhe në vend që t'ja lija mamit djalit tim, unë bëja në universitet. Dhe ta merrja nga shkolla prapë, ja kisha përgatitur stabilitin, dhe ta merrja në leksionin e darkës, sepse pas ditës, kur ktheheshim në shtëpi ishte ora 10. Por është ajo shpreha që thon në anglisht e themi it takes a village to raise a child. Duhet një fshat për të rritur. Gjithë fshati isha vetë. Dhe sfidat e një pas njëshme që vinë nga të gjitha anët, po ashtu kanë qëndrojnë edhe në fakt qëndrojnë edhe sot gratë tjera. Janë akoma në proces të azilit. Ose janë në hapat e para të mëndrimit ku kanë vështirësi. Duhet të jenë mbështetëse administrative të shtëpisë. Duhet të jenë mbështetëse po ashtu edhe të financave, sepse është një të shtrenjtë. Ndoshta ju gjithmonë partneri ka mundësinë për ta përballuar familjen e mirë. Gjithashtu shërbimet e tjera qoftë duke ndjekur edhe dëshirat e fëmijëve. Ndoshta për të rritur. Dhe sfidat janë të ndryshme për femrat. Dhe sidomos ti nuk ke një rrjet mbështetës, ti je izoluar. Dhe ai izolim automatikisht të nxjerr jashtë këtij integrimit, kësaj botës që sillet rreth teje dhe vazhdon me vrap, dhe ti mundohesh futesh nga të vrapi, nga her pas here të rrozohesh e do çohesh sërish. Ti ke vrapuar shumë besoj. Për të kapur, më duhet të bëj një atletë i mirë. Ke bërë goxha eksperiencë. Ka marrë eksperiencë në vrap me pengesë. Bashkohem me ty. Mund të jem brapa ose krahteje, për sa i përket vrapit me pengesa dhe me pengesa të mëdha shumë. Patjetër. Sfida më e vështirë edhe për mua si bashkohemi që jemi po flasim për emigrimin e hershëm, ishte domethënë të lejmë brapa familjen e pikëpari që nuk e mendoja dhe që shumë sfidë për mua. E para dhe e dyta linda djalin, Italinë kam thua për herë të parë, dhe nuk kisha asnjëri që ta shihte për mua që ishte mrekullia e botës. Asgjë nuk më bënte përshtypje të ndaja gëzimin. Dhe ajo ka qenë me tavan domethënë një ndër gjërat më të tmerrshme që un kam përjetuar dhe një formë depresive postpartum nuk ishte sepse kisha probleme me veten, por ishte kjo ana emotive. Ne nuk e përmendëm. Dhe ajo është shumë e madhe. Shumë shpresë të fëmia, ne kam bërë patjetër. Qëllim më vete që ti të vazhdosh përpara. Patjetër. Po në sfidat e para dhe në sfidat e dyta kur unë arrita që marr dokumentat si gjithë ne dhe filloi jetën të rrugtimin në Itali, mora vesh që nuk ka njënin as shkollën fillore. Demoralizuar. Shumë demoralizuar.
demoralizim sepse kisha shumë për të dhënë, isha një vajzë 7 vjeçe, diçka e tillë, energjitë ishin aty, dëshira ishte aty. Dhe kjo më shtyll, po në çdo të keqe, po ka një të mirë. Nga që unë nuk mund të isha ajo kimistja, ajo shkencëtare që unë doja të aplikoja, u fokusova në mbështetjen e personave. Se aty kisha fush. Po. Çfarë të gjithë, domethënë që ti kalosh nga ajo fush. Pikërisht këtë po them sepse mos ishin po sfidat e tua ndoshta nuk ishte më më tepër tepër zjarrin apo nuk ishte jo më tepër se sfidë. Nuk kisha synime edhe ajo si çdo gjë që e bëj në mënyrë spontane dhe me dëshirë, por lidhi nga mundësia që nuk e kisha për të bërë kimiste, në formë sfide, por dhe lindi nga dëshira për të treguar të tjerëve si jemi ne shqiptarë dhe si janë të huaj. Sepse në Itali kishte një diskriminim shumë të madh. Për sa i përket qoftë edhe shqiptarëve, shqiptarët nuk i konsideronin fare, kishte stigmatizma në forma të ndryshme, dhe unë e revoltova në atë moment dhe kisha kohë në dispozicion sepse shkollën nuk e njeh dot, sepse kisha fëmijën e vogël. Dhe ju vindi kjo iniciativë me shumë vajza të tjera, kam pasur Atman në Kosovare që e përshëndes, nëse na dëgjon, Rafaelën edhe shumë vajza të tjera që mbështeten këtë iniciativë, dhe kjo nisi iniciativa, po ana emocionale për mua ka qenë shumë e fortë. Derisa më forcoi, më nxori anën tjetër që unë jam e zonjë, të mbështes të tjerët edhe të japë nga ana sociale, një gjë që unë nuk e kam ditur se kam, për hir të vërtetës. Kështu që tash po flasim me vajzat e reja, Anita, që ka është më ndeshme. Të dish. Pavarësisht mund të mendojë më thënë që janë kohë më të mira për të emigruar, apo fakti që ti ke një emigracion të ligjshëm pas se është më lehtë, realisht nuk është ashtu. Sepse ne vim nga një vend si Shqipëria, ku kualifikimet nuk është e njëjta ashtu si sa, edhe ka një lloj paraqykimi, kundrejt shqiptarëve apo kundrejt emigrantëve? Kundrejt emigrantëve. Do të mendoj që thellë, domethënë ti je aq mirë, domethënë je okay për shoqërinë, pra shkosa ti të bëj një punë emigrantësh. Por nëse ti do të ecësh përpara, aspiron për të ecur përpara, ka një lloj ndjenje xhelozie, ka një lloj ndjenje domethënë që okay, domethënë nuk është se të jepet mundësia një lloj domethënë duhet ta nisësh nga para që nga ana e kualifikimeve, duhet përpiqesh të gjesh veten në një shoqëri që funksionon totalisht ndryshe. Madje mund të them edhe që funksionon ndryshe edhe nga sistemi evropian, që është pak më i ngjashëm me tonin, dhe ka sfidat e veta, absolutisht. Por unë si një vajzë e re, mbasi një familje e re, kam edhe pyetjet e mia, domethënë për të ardhmen time, si do ta menaxhoj, sepse kur je në një proces që ti konverton veten profesionalisht, në një kosir do të ndërtosh familjen tënde, shikoj që nuk është aq e lehtë, sidomos kur je vetëm. Dhe shikoj edhe tek njerëzit që kam pranë meje, domethënë që mund të jetë një të mosh me mua, domethënë një moment të jetë me mua, që ndjen edhe të pasuportuara, domethënë nga këtu realisht unë shikoj domethënë që oraret e shkollave, të kopshteve, domethënë nuk korespondojnë fare me oraret e punës që ti mund të bësh në të ardhmen. Okej, pas Covidit, të paktën shikoj që tek këtu në UK, por edhe në vende të tjera të Shqipërisë, edhe në Shqipëri është futur shumë pjesa e të punuarit online, është një gjë pozitive, por jo çdo lloj pune mund bëhet online, dhe Gjona është më fat se mund punoj po të ta bën disa Anita, unë thua të dërpresa, që ti nuk e ndjen veten akoma, domethënë, se nuk e shikon veten që ti domethënë je respektuar për pozicionin tënd. Unë kam pasur një eksperiencë komplet ndryshe, domethënë anglisht, jetoj këtu për 28 viteve, dhe unë besoj që Anglia në të paktën në Evropë është një nga vendet domethënë që jep më shumë mundësi emigrantëve se çdo vend tjetër. Dhe këtu do ekziston goxha meritokracia dhe jo domethënë shoqëri. Domethënë është varet, unë mendoj që sorry, jam akoma në punën e mia, por ndonjëherë
kudo, kam parë që jo kudo është ashtu. Okej, ka dhe vende që realisht i vlerësohesh më këtu dhe kam thënë që e parë që kam thënë kam marrë të kuptuar që i vlerësohesh më shumë se sa vlerësohesh në Shqipëri. Në fakt vlerësimi moral që ti merr është shumë më i madh se sa ti vlerësohesh moralisht në Shqipëri. Në Shqipëri domethënë çdo gjë matet sipas me monetarisht, që është bërë shumë rëndore. Po, absolutisht, atë po them, domethënë këtu të paktën ti vlerësohesh për atë që ti bën, por për të aspiruar domethënë gjithmonë më shumë është shumë e vështirë realisht, domethënë që të gjesh njerëz që realisht ta japin dorë. Unë them që duhet të jesh domethënë në një fjalë domethënë në veten e duhur, në kohën e duhur, por një person që i ka vënë vetes vet një drejtim ose ka një ambicie të caktuar dhe ti je akseson domethënë të gjitha trajnimet, kurset, konferencat, je në një punë dhe ti bën të pamundur, po je në punën tënde jo mbi norma, nuk them që të bësh sklave punës, por ti je domethënë i dedikuar në fushën tënde, në profesionin tënd. Unë them që Anglia është vendi më i dur edhe për entrepreneur, domethënë për të krijuar një startup, domethënë sepse ti je edhe mundësi financiare të startup. Startupet janë një formë e femrës së fortë, dhe mos kur ato janë të lidhen me femër. E femrës së fortë që janë mënduar shumë të gjejnë vizionin ose pasionin e punës së tyre në një organizatë specifike dhe nuk kanë arritur ta bëjnë këtë për një arsye ose për një tjetër, duke përfshirë bashkëpunën pak edhe me Anitën që thotë jo gjithmonë të jepet shansi që ti të kesh mundësinë të shpalosësh të gjithë atë çfarë ti ke, plana edhe profesionale. Dhe një ndër arsyet kryesore që edhe unë vetë kam zgjedhur që të kem një startup, të kem një kompani sociale është pikërisht përfitje, por edhe për faktin që me kalimin e viteve ti merr një njohuri edhe ti do ta aplikosh në mënyrën tënde ashtu sipas vizionit. Të duket sikur në disa organizata të paktën flas për vete, ku unë kam punuar, jo gjithmonë më është dhënë shansi që të ecë shumë përpara dhe ndaj tash Anitën, ndoshta nuk kam luftuar aq shumë sepse kam gjetur diku tjetër atë çka unë kam dashur dhe kam lëvizur. Por kudo që kam lëvizur kam parë që ndoshta në vizionin tim nuk është gjëja e plotë, dhe kjo më ka shtyr që unë pastaj se me diçka do ta bëj këtë gjë në formën time, në vizionin tim, unë besoj nëse nuk koordinojmë me punën praktike, por edhe me well-being ose me mirëqenien e njerëzit. Po nuk u lidhen në atë nivelin personal. Mbi të gjitha të jesh humane, dhe të kesh atë humanizmin dhe ta aplikosh në mënyrë humane, gjërat bëhen pak si robotike. Edhe ti duhet bësh 1 2 3 4, po ajo 1 2 3 4 nuk është gjithmonë shumë e thjeshtë. Një njeri për një nën që aspiron që të bëhet i pashë. Që kjo më ka bërë që të lidhem me patjetër. Po si përballove sfidat? Se ti përmendë sfidat, pas nis përmend sfidat emocionale. Je gëzuar e përballove mirë largimin nga Shqipëria, nga familja. Në fillimet e mia absolutisht jo. Kur kam parë podcastin kam jo sorry. Lodian do të vi shpejt. Është shpejt, është në vazhdim. Faktikisht në fillimet absolutisht fare jashtë, sepse unë domethënë mund të jem bazë të vëmia shqiptare që nuk kam pas ndonjë kushëri. Sepse domethënë që mund të se më është dashur të realisht kam dhe kur kam parë podcastin e Enit dhe mbaj mend që ka thënë që në fillim të mia kur shkoja në punë kam qarë një muaj. Dhe kam gjetur veten totalisht 100% aty, sepse ashtu siç e thash më përpara, mbase nuk kisha atë në ambientin e duhur, puna aty isha realisht për çdo dorë, do më është dashur që ja dalë në çdo lloj aspekti. Është e mundur. Është absolutisht, unë mendoj që këmbgulja ime më ka çuar që mund t'ia dal vetë përpara. Por unë duke qenë një aktor domethënë që kam një synim, dua të shkoj deri në fund. Pavarësisht çfarë mund të dalë, unë jam gjithmonë të synimit, domethënë këto pastaj gjëra të tjera sistemohen, mendoj më vonë. Absolutisht
thjesht nuk është pak po gjatë rrugës, e Edhe vërtet. e bukur një femër është qanë dhe pastaj krijon një sipërmarrje, ndërkohë që mbasi ka fshirë lodët, fillon të mendoj çfarë do ta bëj këtë gjë. Do të thotë çfarë fort sa të drishta jemi ne femra, dhe është gjë shumë e bukur ajo që të gjej grua se të shoqërisë. Edhe sa fuqi kemi në vetvete, edhe një nga këto shembullat jemi gjithë ne këtu domethënë. Dhe unë do thoja për shembull që në ato momentet e atyre vështirësive më të mëdha, aty janë të mundësitë më të mëdha. Që janë patjetër ato që na shtyjnë. Sepse është edhe me anë shkencore, nëse truri është i aktivizuar përballë një sfide dhe përballë një vështirësie, punon shumë mirë dhe kreator më shumë por që të jep një zgjidhje dhe dëshirën për të ecë përpara. Mund të themi që pak a shumë ti tani e ke kaluar atë fazë apo jo? Domethënë kam kaluar, domethënë që kam kaluar shpejt, domethënë. Mendoj se po. Po, ja kam. Realisht kam kaluar shumë. Jo, edhe mua kam rikona. Jam edhe këtu edhe neve ka mori të vitet. Ka ndryshuar sistemi, ka ndryshuar shumë edhe unë i them shumë mirë, por domethënë si tha dhe Alda, ju keni jashtë masë mundësi më shumë se kishim ne. Nuk dua ta bëj këtë krahasimin, paçka se më të vërtet ka qenë e vështirë. Është realitet. Patjetër që brezi i shqiptar ka gjithashtu. Ti të drejtën të jetosh këtu. Patjetër. Po, që është me të vërtetë është i pengesë shumë. Domethënë në momentin që ti nuk e di ku je këtu, po edhe nuk je, edhe ti do të ecësh përpara edhe dikush ka mbajtur, është sikur dikush do të lidhi duar dhe ti do të praposh, prapon do të. Pastaj, ama kur u lëshua mund të Kështu që ja ku kemi një shembull të një vajze të re që sapo ka ardhur dhe mund ta me sfida, me problematika, patjetër, edhe informacionet që po merr edhe mbështetja që po punon direkt edhe në organizatën tonë, por që ja ka dalë. Dhe unë dua të shtoj, po. Dua të them Anitës se po më ka para që jam ndoshta një ndër të vetme që ka nga sot e tutje, ke shumë motra dhe ke organizatën e pjesë e jo. Dhe kjo është qëllimi. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë Refin, gjithmonë ne kemi bërë gjitha bashkë. Po, njitëm edhe Anita më ka ndihmuar mua në një kualifikim që po bëja në agjencinë që Anita punon. Çfarë është ai kualifikim? Level 5. Kështu që Anita ishte gjithmonë e disponueshme, asnjëherë nuk e kisha takuar, por më mjaftoi mënyra e komunikimit, më mjaftoi disponibiliteti i saj dhe më mjaftoi dëshmëria e saj. Sepse unë po i sugjeroja një ditë që bënte një tevim të vogël në një drejtim tha. Nuk lutem fare Zata, unë nuk mund. Se si ishte asgjë që mund të shkelte rregull apo kështu, por në princip. Ke dashur të futesh pak para? Jo, nuk i kam kërkuar asnjëherë. Unë jam rritur me Timan që ka qenë i drejtor shkolle dhe inspektor dhe për vite në klasë. Edhe besimtar, po për vite në klasë edhe merrte të gjithë provimet tona dhe nuk e haroj atë. Edhe kishte një çantë, kishte një çantë, po ai zakonisht shonte në drejt. Edhe të gjithë shokët e mi, nuk këtë më dha një listë të gjatë dhe unë po shkoja që të merja të më thënë këto provime. Prezi, reska babi që shumë mirë të lektu dhe nuk e prej ka do. Dhe në fund, ke bërë të gjitha mirë, ke bërë këtë gabim dhe kjo nuk të lejohet, në vetë se të më ulte një pikë, më di 3 pikë. Kështu pas ke filluar sfida shumë herë. Shumë domethënë strikt për sa i përket edukimit edhe këto. Megjithatë unë jam shumë e gëzuar, edhe Anita është me tamam një vajzë shumë punëtore dhe besoj se gjithë vajzat, sidomos shqiptare, kanë kualitete shumë të tjera. Familja, kanë vlera, kanë principe, edhe uroj që edhe brezëritë na i po tash kemi në mëtuqë. Do thoya që më duhet ta pranoj që bazuar në eksperiencat që ju sapo ndat, eksperienca ime realisht ka qenë shumë e lehtë. Do jetë pyetja. Sepse unë e dija shumë mirë çfarë më priste dhe pak a shumë kisha asetuar
shembull të gjitha gjërat para se të vija këtu. Jam e sigurt që ajo ka qenë sfiduese, pa çka se ka filluar fare. Po, do ta përmend. Po, patjetër. Por ishte edhe vetë programi në fakt që na udhëzonte që para se të vinim këtu, kështu që ne dinim shumë mirë se çfarë do na priste. Por gjithashtu kam hasur pak vështirësi si fillim, sidomos muajin e parë, se ka qenë kjo pjesa që unë isha një person, domethënë shumë i pavarur në Shqipëri, që kisha 12 vite, domethënë që kisha atë pjesën e pavarësisë time. Dhe më duhet të vija këtu në një vend kur nuk njihja asnjëri, domethënë nuk kam as të afërm këtu asnjë shoqëri. Dhe ishte pak ajo më duk sikur e humba pak atë pavarësinë time, sidomos edhe pavarësinë financiare, duhet ta pranojmë këtë. Por që mendoj se vetëm muaji i parë ishte pak i vështirë. Dhe tani duke qenë se këtu ka edhe shumë komunitete shqiptare, që janë bërë pjesë e shumë komuniteteve, dhe unë dua ta pranoj që të gjithë shqiptarët, kudo që janë shumë helpful për njëri tjetrin. Dhe duan që edhe tjetri të rritet shumë. Që mendoj që eksperjenca ime deri tani, ka qenë on top në krahasim me tuaja sigurisht. Dhe ka ndodhur kudo në fakt, edhe unë kur kam qenë, kam qenë në 99 në Stamboll, nëse nuk do ishin ato shoqet e mia të mëparshme, do të thënë shoqet që kishin mbaruar më parë se unë gjimnazin, kolegjin dhe pastaj kishin kaluar atje dhe ishin gjatë mësuara, nëse nuk më ndihmonin ato në atë Stambollin e madh, gjigant, nuk e di se si do të diga shumë e bukur. Po ishte ajo dora që më mori dhe më thoshte këtu është universiteti, këtu është shtëpia, këtu është vendi ku rinovohen dokumentat, ti je një studente, do bësh këtë, ato udhëzimet e para janë shumë të rëndësishme dhe me vërtet që është shumë i rëndësishëm fakti që ju të keni një time madhe për ata që Tashmë e kemi. Po më pëlqen shumë Stambolli dhe ndoshta patjetër keni një dorë që ju shkoj. Patjetër më të dua ta vizitoj. mund ta bëjmë një organizim të tillë. Po, do të ishte shumë bukur. Me komunitetin me komunitetin